deputetë, se qao mundet me kona. Me Sherif Konjusën, nëse zgaboj e shok, a? Me Sherif Konjusën nuk jam shok, po njëm, ka qenë i burgosën politik, ka punu në kuvend, dhe jemi njoftë shumë herët, kom pas raportet mira me te. E qka me ndoni, dhe më thonë, për Glau Konjusën, a ka qenë pjesë e shikut, se shpesh herë është përmenë që Glau Konjusën ka qenë pjesë e shikut? Unë mas pari nuk e di asë kush o konë pjesë e shikut, se edhe mu më kanë sulmu që më konë shefi shikut. Po unë se di, kam dëgju që ka punu një ko me rrugë në IT në shik. Po tani është e vërtet, jo, pas ka vjedh pas vurdë. Nuk kam folë asë njëherë me... Jo, pas ka vjedh pas vurdë. Se a i më kishtë regu me pas pytu, për besë se kam pytu. E qëfar raporte më duke ti i ki raporte të relaksumë me vetëvendosin? Me vetëvendosin, unë si kam të prishta me kërkon raportet. Për dy që i vetë minjeri që asë Berisha nuk e përqish, asë me vetëvendosin s'kam naj qështje, por me politikat e tyre janë njerës të ditë shëma, po denë se na jemi kolegë, janë zbut raportet në komunikim në salë, në qytet. Sot, për shemë, i kom praku 2 vetëvendosis në Prizren i ven atje, edhe folëm dorë për dorë. A e thova, keni më madhon vërë? Që dikur, ata janë tut me ta dhonë dorë. Po, e vërtet. Po e kanë po që na jemi njerëz gjithë, konkurojmë për zgjedhje, kush fiton, kush s'fiton, vazhdon jetën. Se përdu më thonë Basagjavet, pse e keni liu ju, se jeni pak fajtur që e keni liu një diskurs damshëm politik, dhe më thonë të thonë që ki hajni, që ki shpioni, që ki pafokte, dhe më thonë. Po tani qa me vonë, me mytë? Po jo me mytë, po ka organet shtetit që... Organet nuk ka, këto është problemi, nuk funksionojnë organet. Për shambull, me thonë, për shambull, mu më kanë dëllë, që për të ndërpres më falë, më kanë dëllë, për shambull, më konë me Azem Syle, në Azem Syle është dijet kontributit ti, dhe më ka qenë komandanti përgjithshëm edhe me thonë për shembull dë Balush, që shtëpi thamë, me thonë që hini kë ka marrë, kë ka... Këtë diskurs, dhe me thonë, jeni pak fajtur ju që i keni leu. Shikar, ti i vetëmi institucion në një vend, është gjykata edhe policia. E vërtet. Nëse ligji nuk ta ep të drejtën me fydi kanë, ki drejt me ju drejtu policisë dhe gjukatës dhe prokurorisë. Po pëse si këni drejtu jo? Problemi është, unë i kam disa lanë me media. Një e di që ke fitu me Butasat? Jo me i kam fitu një 4-5 në për ata, po nuk është problemi këtu. Po këto lanë civile vënohen me 5 vjetë, 10 vjetë. E vërtet. Nuk është në regu. Unë për shemë kam pas një konflikt gjukatë penali jo, po civile në Zvicër, edhe është kry mrena afatit, mrena 6 mujve duhet me përfundu landa. Jo më vënu. Kom pas probleme dhe me shtetin e kom pa dit njëherë, edhe jemi shku dhe në Strasburg. Po nuk ka thonë kush i që ati, kush është taj një farë, fëgjati ati janë një farë, shqiptari, qepi parë në cishëm. Këtu në Zvicër, por ka marrë parasysh, edhe duhet me dalë me një vendim në afatin e caktum. Unë jam i thari kësaj. Po, drejtësia të na, lenë për të dëshru, duhet mu përnjësu shumë, duhet me punu shumë. E vërtet. E kini deklarat interesante, ke thonë që ka inspektor të vetëvenduesit që po dolin të teren edhe pishuin apo punujnë veteranët e UÇK-s për mi anor pagën. Penzijën. Është e vërtet që pysin, a je veteran, a keni veteran punë, edhe me unal pagat, sepse me ligjë s'ke drejt me punu. Dhe në qofë se me ligjë s'ke drejt me punu, në nuk muj me akuzu atë pse po e zbaton ligjë. Nuk është normali. Por, nështë nga aspekti human, nuk të duhej me okufizu të drejten, deri sa të miratohet një ligjë. A i shkreti me 170 euro, sa ka marrë dhe ta, është bërë 210 në duke diçka që ashtu, është e vogël si pak. S'munët me kalu muin me familje. Dhe është i detyru me punu në dërtim, ku dion, vetë shërbim, dikon punon. E vërtet. Po janë disa probleme këtu që
të cilat me ligjin e ri për veteranët e luftës duhet mu trajtu. Spari duhet të mu trajtu me komision dhe me ligj kush është veteran dhe kush është. Veteranët duhet me leju me punu edhe në shtetë edhe... A është veteran Albin Kurti? Nuk e di, nuk jem konë në komision. Është në luftë, që është veteran, po ka shumë njerëz që s'kanë qenë as, si kanë pas as... Po në lufta e ke taku në herë, Albini? Në lufta e ke taku në herë? Jo, nuk e kam taku në luftë, po unë më ka tërgu Adem Demaci që e ka morë në zyrën e ti, me punu, dhe duke qenë zyrën e Ademit, dhe Vac Adem që ka qenë i autorizum për me themelu asamblen parlamentare të Kosovës, në kohën ku s'ka funksionuar parlamenti i zgjedhur i famshëm, i LDK-s. A i ka shku, ndoshta, pakten e kom parë një fotografi që ka shku edhe në shtab përgjithshëm me Vasin Adem, edhe ka bo një deklarat në atje, po ka pas një përplasje, do të thoja, me dikën të shtabit përgjithshëm lidhur me një deklarat që ka dhënë pa u konsultu. Edhe kam përshtypje që ajo deklarat, ajo përplasje ka ndiku shumë negativisht edhe në aspekti shpirtëror të ajit, si duket edhe e ka mlef atë punë. E ka mlef? Po. Pëdhu që edhe urrejn ka paku që këna? Jo, që kënë nuk e besoj, po urrejn një njerë ose 2 veta. 2 vetë. Në një deklarat dikun në një studio tjetër televiziv, nëse s'kapojnë në TV Dugaxhinji, të Kermal Panduri, keni thonë Demal Bashës që Albini dhe Vučići kanë marrëveshje para elektorale. Vučići për një manë Albinit me fitu zgjedhjet, Albini Vučićit. Shikon, me siguri që e kom thënë. Po. Edhe sot po e them. Veprimet e Albinit në Kosovë, veçanërisht në veri, e ka ndihmu Vučići. E ka ndihmu për me fitu autoritet në vendin e vetë, por e kanë fitu edhe, e kanë ndihmu edhe në planin ndërkombëtar që to shtetet që ne i konsiderojmë aleate, me mendu ndryshe për Vučićin ose për fjalët e tij. Pra, Serbia në këtë kohë ju e dini deklaratat edhe të ambasadorëve të ndryshëm atje, edhe investimet e dini që janë bërë në Serbi, edhe vizitat që janë bërë në Serbi nga gjithë protagonist e politikave